kontaktet vazhdueshme. Sigurisht për shikuesit kishte më qenë interesant cilë kanë qenë fjalët e fundit Faruk apo të presidentit Rugova për pavarësinë e vendit. Besoj ju kujtuhet në njëri për juve. Cila ka qenë ajo fjala më domethënëse e presidentit Rugova për vendin tonë. Po besoj sa drejt gjithë mojnë men që fjalia ndër të fundit që ka qenë në prononcimet publike që ka dhënë ata mujt e fundit presidenti, ka qenë që pavarësia e Kosovës është kompromisi jonë si popull. Edhe besoj që tash ajo po vrehet më së miri edhe këto ditë, që ato fjalët e presidentit kanë qenë tamam parashikime edhe vizione shumë të sakta. Kjo ka qenë muajin tetor dikur bashkë këso kohë para 16 vite. Fjalët e fundit presidentit historik për pavarësinë e Republikës Kosovës. Për pavarësinë e Që njëhet Faruk sigurisht edhe për si arkitekt i pavarësisë Kosovës. Padyshim se po, themeluesi i shtetit tonë. Unë kisha falendruar shumë, nuk e kishim zgjat më tepër. Faleminderit shumë që na prite, i lëm shikuesit edhe me pak pamje se këtu ishte Cicereu, ne ishte një pamje fantastike në Breslonse edhe i lëm me pamje. Ja, lutem, me shuroj edhe një herë Faleminderit. Po, çush ja. Patjetër. Kaloshi mirë sot, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që na prite. Faleminderit shumë. Po, faleminderit. Hajde, faleminderit. Speciale prej Ugës. Urime komandante pas ke shkuar atë. Po. Faleminderit shumë. Kërëm i shërbi. Co na Matë mollet. Ja,